إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë vetëm të kaj mbështetemi. Dhe vetëm për Allahut azza wa jall falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Salat e selamit e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wa salam. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Që do thot, o ju njerëz, keni frikë Allahun subhanahu wa taala, Zotin tuaj, I cili ju krijoi për një njeriu dhe prej tij krijoi bashkëshortën dhe më pas për tyre shtoi shumë burra dhe gra. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexonte në çdo hutbë thuajse. I kujtonte njerëzit me frikën Allahut subhanahu wa taala, I kujtojte njerëzit me origjinën e tyre që janë krijesë dhe njerëz të Allahut subhanahu wa taala, dhe I kujtonte ata me një çështje që është shumë e rëndësishme, ajo është familja, të cilët jemi të krijuar nga çifti bashkëshortor, burr dhe grua. Allahu azza wa jall kështu I krijoi njerëzit, I krijoi në çifte, burr dhe grua. Vëllezër të dashur besimtar, sot jemi duke përjetuar një degenerim të familjes tradicionale, e ku familja po luftohet më të madhe, ku po luftohen gjinit më të madhe për shkak që të prishet kjo familje. Po dëshirojnë që të prishet sistemi që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, burr dhe grua dhe gjini. Dhe qëllimi I tyre final padyshim që është kënaqësia e shejtanit. Sepse shejtani në Kur'an e tregon Allahu azza wa jall është përbetuar që do t'i devijojë njerëzit, por jo veç kaq. Do t'i fus ata që të ndryshojnë edhe natyrshmërinë e krijesës në të cilat I ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj, kjo vëllezër të dashur rrjedh si pasojë e inspirimit nga iblisi. E që shoqërit ngriten mbi moral dhe mbi familje. Kur prishet familja, prishet shoqëria, prishet populli, prishet shteti. Vëllezër të dashur besimtar, deshte Allahu azza wa jall I krijoi shkaqet që populli ynë u çlirua nga armiku shekullor. Por nuk do të thotë që nëse jemi çliruar nga armiku, atëherë të çlirohemi edhe nga edukata jon, edhe traditat tona që kanë bajt gjallë këtë shoqëri dhe këtë popull. Gjë që shumë popull na kanë patur lakmi neve. Na kanë patur lakmi për shkak familjes, për shkak respektit, për shkak bashkëjetesës dhe për shkak që shumë pak ka pasur ndarje dhe shkrurizime në mesin tonë. E sot
jemi duke shkuar me një qërë sokak, ku kemi filluar të imitojmë të huajt dhe traditat e tyre dhe të prishim traditat tona dhe familjen tonë që brez pas brezi, gjenerata e kanë ruajtur këtë çështje të familjes, të edukatës shumë me vlerë. E sot po arrin me një pikë që dal nga dal po rënohet familja, po degenerohet rinia, po largohemi prej çdo gjëje që ka qenë vlerë dikur. Tashtima po i zaventësojmë me antivlera. Gjërat me pa edukat po duken normale. Normalizimi i harameve, normalizimi i gjërave të këqija sjell fatkeqësi në atë popull. Vëllezër të dashur besimtar, një çështje që vërret sot në periudhën tonë është që kur më herët kjo e keqe nuk ka ndodhur gjatë historisë së njerëzimit përpos në kohën e Lutit alayhis salam. Ku populli i Lutit alayhis salam u larguan nga martesat me gjinin të kundërt dhe filluan që të martohen dhe të bashkëjetojnë me gjinin e njëjtë. Që nga ajo kohë kur dënuai popull, nuk ka pasur më raste të tilla. S'po flasim më në popujt islam besimtar, por nuk ka pasur as tek popujt romake, bizante, persian dhe të tjerë. E kjo që ka po shfaqet sot është një sikur se ajo në të kaluarën ku Allahu Azza wa Jalla dënoi atë popull. Andaj, kur të përhapet harami me një popull, përhapet e keqja, vjen dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dënimi Allahu Azza wa Jall mund të vinë në forma të ndryshme. Është një ajet kërcënues ku Allahu Azza wa Jall i kërcënon popujt, kur ne atyre u dham të mirat tona, ja dham rahatin, ja dham begatin, ja dham pasurin, ishin rahat, ata nuk na falenderuan neve. Po i bërën mëkat Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe Allahu Azza wa Jall u dërgoi armikun që ja mur atyre vendin dhe ja mur pasurin dhe ja mur të mira që ishin. E më pas i bien pishmanit njerëzit por është të vonë. Andaj o vëllezër të dashur, këtë rahati dhe këtë begati që e kemi ne dhe që e gëzojmë sot, e që kur më herët populli ynë nuk e mban në mend që ka pasur këtë rahati dhe këtë begati. Andaj o vëllezër, duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësi që e kemi, për lirin, për rahatin që e kemi. Vetëm të kthehemi para 25-6 viteve, si ka qenë jeta, veç para fytyroni. Sa e brisht ka qenë, sa e zym ka qenë jeta kur ka dalë dikush në rrugë. Kur armikun e ke pas në çdo vend, në çdo cep, në çdo institucion, ke qenë i nënçmuar. E sot këtë mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala duhet ta ruajmë o vëllezër të dashur. Të jemi falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall, të largohemi prej gjërave të këqija, ta ruajmë veten tonë ashtu që qysh pleqët tanë na kanë sjell këtë moral deri këtu. E mos jemi ne ata gjenerata e re që sot kemi mundësi më shumë të mbrohemi sa dikur më herët, sepse sot posedojmë dituri, sot kemi mundësi me arrit në dituri shumë më lehtë se sa në të kaluarën. E pse ata me atë pak dituri kanë arrit me mbrojt edukatën, kurse sot më shumë ka dituri, por më shumë po ndikomi dhe më lehtë po rrashasim në gjërat që e prishin moralin, e prishin familjen, i prishin raportet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të dashur besimtar, pa parasysh sfidave që i kanoset popullet tonë dhe vendit tonë, duhet të qëndrojmë të fuqishëm. Ku po them të qëndrojmë të fuqishëm, do të thotë të lidhemi fort me Allahun subhanahu wa ta'ala. Të ruajmë veten tonë nga zhytja në epshe morale. Të
të jemi të vetë përmbajtur. Çka është haram, largohu. Allahu Azza wa Jalla thot, largohu prej imoralitetit, largohuni prej zinas. Sepse zinaja, imoraliteti është vepër shumë e shëmtuar. Është vepër e shëmtuar sepse sjell shumë të këqija. Sjell të këqija psiqike, sjell të këqija shpirtërore, sjell të këqija në familje, në shoqëri. E sot kjo promovohet në për media, në për televizore, e në për gjërat të ndryshme me të madhe, ku gjërat e turpshme që dikur njerëzit janë mundu me i mbulu ato dhe mos mi ekspozu, sot e keqja po ekspozohet para miliona njerëzve. Sot po dalin në media dhe po veprojnë vepra të shëmtuara që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala dhe po mburren me atë. Po vjen ajo kohë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një kohë aq e vështirë për ummetin tim, e që është prej shenjave të ditës së Kiametit. Ku një njeri ecë rrugës dhe i shef dy persona duke bërë imoralitet, thjazon rrugën dhe gjëja në atë kohë që ka mundet me thënë që vetëm skejoni pak, largoni pak, ma leshoni rrugën. Këtë janë punë të shejtanëve, nuk janë punë të njerëzve, nuk janë punë as pak të besimtarëve. E lusim Allahun Azza wa Jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të falë mëkavimet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur besimtar, krahas kësaj lufte kibernetike të themi që po i kanoset popullit ton përmes mediave, përmes internetit, përmes telefonave, si të ruajmë dhe si të mbrojmë veten tonë dhe familjet tona. Është çështje me rëndësi se kur familja është kompakt, kur familja ka respekt, dihet dhe respektohet prindi, baba, respektohet gjyshi. Sot jemi duke jetuar me një mjedis ku ka ndodhur një ndarje dhe një largim prej familjes. Fëmiu nuk e respekton babën dhe nanën. Ma nuk flitet më për gjyshin apo gjyshen. Të gjithë janë duke jetuar larg njëri tjetrit edhe nëse janë në një qati. Çdo kush largohet në dhomën e vet, izolohet në dhomën e vet, më nuk ka më komunikim me njëri tjetrin. E mos të flasim më edhe për respektin. Dhe çdo kush po vetmohet me telefonin e vet, edhe një Allah e din se çka po shikon ai fëmijë apo ai vajzë. E ndikimi është të jetë i madh prej atyre gjërave çka është duke shiku ai fëmijë apo ai vajzë. Dhe më pas, veç kur po vjen e keqa, po eksplodon në mesin e familjes, atëra ai baba dhe ajo nën po çuditen se çka ndodhi me vajzën e tyre apo se çka ndodhi me djalin e tyre. Andaj o vëllezër, si preventiv për të ruajtur ne veten tonë dhe familjet tona dhe raportin me Allahun subhanahu wa taala, është që së pari të kthehemi te ky ajet që e lexuam në fillim, ta kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. Dhe më pas, ta falim namazin dhe t'ja mësoj fëmijëve faljen e namazit dhe frikën nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe fjalën turp ta zaventësojmë me frikë Allahun azza wa jall, se turp do të turprohesh vetëm para njerëzve, por kur je në vetmi, aty jo veç turp të kesh për Allahut, por edhe frikë për Allahut subhanahu wa taala, sepse ai të shef. Edhe ai ka me të llogarit për çdo çështje. Pra, me mbjellë në familje
dashurinë ndaj Allahut dhe frikën prej ndëshkimit të Allahut subhanahu wa taala dhe faljen e namazit. Pse themi faljen e namazit? Sepse njeriu i cili e fal namazin duke qenë i përkushtuar me Allahun subhanahu wa taala, padyshim që Allahu azza wa jall do t'ia përmirësoj edhe veprat e tij edhe të ta mbrojë prej gjërave dhe prej veprave të shëmtuara. Kështu thot Allahu azza wa jall. Andaj, përmirësimi i raporteve më së miri që mund të arrijë njeriu mes tij dhe mes Allahut është namazi, numër 1. Dhe dyta, vëllezër të dashur, komunikim sa më të shpesht me familjen. Sa më shumë me nejt në mesin e familjes, sepse ai i riu përfiton nga përvoja e prindërve të tij, apo përfiton nga përvoja e gjyshërve të tij. Dhe kjo është një mësim jetësor që i duhet dhe që fiton pa mund. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj prej gjërave të këqija. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj familjet tonë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të keqen na bëj të qartë të keqet ta shohim si të keqe dhe të largohemi prej saj. Kurse të mirën ta shohim si të mirë dhe ta pasojmë. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë neve dhe përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. Elusim Allahun azza wa jall të shëroj të sëmurit tanë, të laj borxhet tona. Ti më shëroj të vdekurit tanë, na ruaj neve dhe popullin tonë dhe mbar muslimane kudo që t'jene për botë nga këto e keqe. Amin e amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.